Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, për të dhënë lajmet më të fundit dhe për të dhënë qëndrimet më të fundit edhe nga televizioni Top Channel për ngjarjen e rëndë që ndodhi natën e mbrëmshme. Ditë më parë, javë më parë, në momentin kur u hap televotimi për rikthimin e banorëve në shtëpinë e Big Brother, unë kam pas bërë një video duke marrë informacione se çfarë rëndësie kanë zarfat në shtëpinë e Big Brotherit dhe çfarë rëndësie ka fjala skualifikim, eliminim dhe i përjashtuar. Dhe janë këto tre fjalët që më së shumti janë përdorur në këtë spektakël, janë këto tre fjalët që në këtë Big Brother për interes të klikimeve, për interes të shikueshmërisë, për interes për të krijuar pole në shtëpi, sepse sipas të produksionit jam shumë i bindur se në qoftë se nuk do të ishte Jozi e disa nga banorët e tjerë, Gjesti nuk ishte se me këtë bënte lojën, nuk ishte se me këtë grindet, pasi që Big Brother është i bazuar vetëm në këto gjëra, në zënka, në bërtima, në strategji të tilla, u rikthye në shtëpi Jozi, edhe pse në atë kohë domethënë përfliteshte shumë Redon Berani që do të jetë brenda kësaj shtëpie që publiku e priste me shumë dashuri. Nata e mbrëmshme ishte një zhgënjim total, pikë së pari njëherë për moderatorin e këtij spektaklit Ledion Liçon, për producentet në këtë rast e cila është Sara Hoxha, dhe për të gjithë stafin që punoi në 24 shtat pa ndalur për të sjellur këtë spektakël pranë publikut shqiptar. Jozi, siç duket, kishte një mlef të akumuluar gjatë gjithë kohës, sepse të paktën nga ajo që ne pam në një video që tashmë nuk është e publikuar në rrjetin social Instagram të Top Channelit, edhe mirë bën që nuk e publikon, sepse është një video që njëherë pikë së pari lëndohen familjarët e Gjestit që e shohin të birin e tyre dhe duke dashur të kërkojnë nga shqiptarët që sa më pak ta postojnë këtë video dhe mos e postojnë fare, nga që është një video që Gjesti nuk është në shtëpinë e tij, momentalisht ndodhet në shtëpinë e Big Brotherit, familjarët kur e shohin janë të shqetësuar, se pa marrë parasysh sado që ti thuash ti një nënës për fëmijën e saj është mirë, në qoftë se nuk e prekën fytyrën e djalit vet me dorën e saj, nuk mund ta beson në asnjë mënyrë. Dhe do kisha bërë apel që kjo video të mos shpërndahet më, dhe jam dakord këtu me produksionin që nuk e lejon në asnjë mënyrë videon. Por gjithsesi dua të ndaloj në këtë pjesën pak për të komentuar pak ngjarjen se si ndodhi dhe si arriti deri te ky problemi. Do me thënë, Jozi dhe Loredana u eliminuan të dy së bashku nga shtëpia e Big Brotherit. Unë e dija se do të ndodhen kjo gjë, e kam paralajmëruar gjatë gjithë kohës që Jozi dhe Loredana do të dalin nga shtëpia. Kam patur dyshimet e mia në sinqeritetin e Jozit brenda shtëpisë, sepse në shumicën e rasteve, të paktën kur Jozi ishte në një bisedë me Gerta Gixharin të pozicionuar pranë Lori Kafes, Jozi ka thënë disa herë Gertës Xhenki dhe Xhenki është Xheneta, ndërsa Gerta me të drejtën e plot është e izoluar që në ditën e parë në atë shtëpi dhe nuk e kuptonte çfarë është fjala Xhenki. Kemi folur disa herë për informacione nga jashtë, do të thënë kemi komentuar disa herë që Josefin Marku përdorën informacione nga jashtë, dhe natën e parë kur Ledioni e ka kthyer Jozin në shtëpi, ka kthyer Xhibani në shtëpi dhe shumë të tjerë dhe Amberi në shtëpi që erdhën, e para gjë ishte që Arbër Ajdari në këndin e opinionistit tha se sa do të qëndroj Jozi pa përdorur informacione nga jashtë. Dhe gjithmonë e kemi folur këtë pjesën që duheshte të merren masa për informacione nga jashtë. U te i kalua kjo. Dozën e mlefit apo xhelozin të suksesit, unë këtë do ta quaj xhelozi të suksesit. Xhelozin të suksesit Jozi e ka treguar bukur qartë në atë shtëpi me Gjestin. Ndoshta Jozi kishte hyrë me atë imazhin që unë në shtëpi do të jem ai kapedani, unë në shtëpi do të jem ai djali që do thyej zemrat e çdo shqiptari. Ndoshta kishte hyrë në atë mendimin që unë do të jem një Luizi II në Shqipëri, dhe këtë gjë nuk e arriti duke përdorur gjithmonë në anën e tij më negative dhe duke përdorur gjithmonë urrëtitjen e tij kundërdrejt jo vetëm Gjestit, por të gjithë banorëve që e ka patur në shtëpi, sepse nuk është vetëm Gjesti. Por
Me rihyrjen e dytë, unë e kam kuptuar që Jozi nuk e ka të sinqert këtë qëndrim që në momentin kur Loredana Bratit i ka pas thënë që mos më lër të lutem shumë, mos më lër që unë të dal keq te publiku, sepse ti e din se sa shumë ndikon zënga ime me gjestin jashtë. Të paktën ja ka thënë Loredanës këtë në momentin kur Loredana po grindeshte me gjestin në verandë. Kjo ka ndodhur 2 javë më parë kur është zgjedhur si finaliste Rozana. Do me thënë, gjërat janë të lidhura zinxhir dhe kjo e mbrëmshmja nuk ishte një gjë që ndodhi nga momenti, nuk ishte një gjë që ndodhi nga hapja e derës. Hapja e derës nga ana e gjestit ishte vetëm një arsyetim i Jozit për të gjitha ato urrëtie që Jozi e kishte mbledhur në shpirtin e tij. Do të thënë, Jozi njëherë nuk ja falte dot vetes së tij që gjesti e ka nxjerrur me zarf të zi dhe këtë nuk ja falte dot në asnjë mënyrë, sepse në qoftë se gjesti do të ishte ai djali që do kishte urrëtie për Jozin, nuk do ta kishte kthyer në shtëpi, por këtu edhe produksioni ka pak faj, sepse Laerti e ka biseduar me banorët brenda shtëpisë që banorët me zarf të zi nuk duhet të kthehen, sepse duhet respektuar zarfi i zi, por produksioni nuk e respektoi zarfin e zi, produksioni respektoi interesin e tij personal. Dhe në momentin që respektohet interesi i tij personal, dalin këto gabime që sot janë më të dukshme dhe sot ndoshta produksioni është kokë ulur për këtë gjë që ndodhi. Dhe në një arsyetimin e tij, në një deklaratë zyrtare që unë do ta lexoj tashmë edhe pak, produksioni ka dhënë deklaratën që ne nuk jemi fajtor për këtë gjë, por deri diku unë mendoj që janë fajtor sepse nuk i kanë menduar gjërat bukur dhe shuplaka e Jozit mbrëm kundër drejt gjestit ishte një shuplake mirë menduar, ishte një hakmarrje për 3 muaj me radhë në Big Brother që Jozi tha që unë do t'ja jap shuplakën këtij djalit të darë kryelart dhe në momentin që ja dha shuplakën u kthye nga kamera dhe falenderoi Ledionin dhe produksionin për qëndrimin e tij në Big Brother. Dhe Jozi në atë moment, në mendimet e tij, tregoi që unë dhash një zgjuarsi apo një burrëri që në fund të ditës Jozi tashmë nuk ka se si ta shlyej këtë gjë, por të paktën mësimi që Jozi të merr nga kjo gjëja është mos flet fare dhe mos komenton fare në asnjë gjë dhe mos i futen më shumë miell ujë sepse do bën më keq për veten e tij, nga që situata është shumë kritike në raport me Jozin edhe me Gjestin. Unë mendoj që këto banorë në Big Brother, përfshirë edhe Jozin, këtë lojën e morën në personale. Neda thonte që duhet të luajmë individualisht, nuk duhet të luajmë në grupe. Unë mendoj që është më bukur të luhet në grupe se sa të luhet individualisht, sepse loja merret në personale. Tani pranë jush, pas gjithë këtij komentimi që bëra, sepse unë e besoj që është kështu, sepse unë nuk e kam besuar asnjëherë sinqeritetin e Jozit me Gjestin, sepse Gjesti ka qenë ai i cili ka shkuar pranë Jozit kur Jozi ka qenë i mërzitur në ditën e ditëlindjes edhe mundoheshte ta disponon, nuk i shkoi as Loredana as askush tjetër. Do të thënë thjesht ishte një krenari e tepruar e Jozit, duke patur një vetbesim të madh për veten e tij. Deklaratën zyrtare të Top Channel do t'ua lexoj tani. Deklaratë zyrtare. Top Channel e konsideron të paprecedent dhe të patolerueshëm dhunën e ushtruar nga Jozefin Marku ndaj Gjestit. Big Brother VIP dënon këtë akt të dhunshëm të papranueshëm dhe thellësisht shqetësues që ndodhi në një moment që duhet të ishte fundi një përvoje dhe jo fillimi një reagimi të tillë. Kjo është një sjellje që nuk përfaqëson vlerat e Top Channel dhe as ato të Big Brother VIP Albania. Gjesti nën kujdesin e mjekëve, gjendja e tij është e stabilizuar, mjekët janë duke bërë të gjitha kontrollet e nevojshme që i takojnë pas këtij incidenti të rënd. Ndërkohë policia ka shoqëruar Jozefin Marku në rajonin më të afërt. Theksojmë qartë për publikun e gjerë se ky incident nuk ishte në asnjë formë i organizuar apo i parashikuar dhe produksioni nuk i kishte asnjë arsye apo shenje që ta çonte të mendonim se diçka të tillë mund të ndodhte. Realiteti i një formati live mbart shpesh të papritura, por kjo nuk justifikon në asnjë mënyrë dhunën. I kërkojmë ndjerës publike, audiencës tonë, partnerëve dhe institucioneve që presin prej nesh përgjegjësi dhe standard. Top Channel është duke marrë masat menjëhershme në bashkëpunim të ngushtë me këshilltarët tan ligjor.
Do të shohim tashmë si do të ndodhen situata, se çfarë do të presim në fakt nga kjo gjë, dhe mendoj që Top Channel tashmë ka marrë mësimin e dur dhe produksioni ka marrë mësimin e dur se duhet të mirë bukur të respektohet vota e publikut, duhet mirë bukur të respektohet transparenca e tyre ndaj publikut dhe duhet mirë bukur të respektohen banorët të cilët i duan publiku. Në qoftë se duhesh të kthehet Redon Berani në shtëpinë e Big Brotherit, duhesh të kthehet Redon Berani dhe jo Jozi. Do me thënë, publiku nuk dëshiron të këto banorë të cilët u kthyen. Dhe për këtë gjë, mendoj që kjo le të jetë edhe një mësim për produksionin se nuk duhet luajtur me publikun, sepse loja me publikun të sjellën në këtë gjendje në të cilën je sot. Dhe kjo nuk është një imazh i bukur për një televizion që është emblema e shqiptarëve, për një televizion që është superfuqia e televizioneve shqiptare.